Bedri për kujtim dhe mësim. Shpesh herë të mungojnë fjalët të flasësh për këtë ngjarje madhore në historinë e njerëzimit. Nuk dua të them historinë islame, por kjo ngjarje ndikoi edhe për mbar njerëzimin, sepse aty u dallua vërteta nga e kota. Vërtet ata ishin besimtar, jo kvantitet, por vërtet stabil dhe kualitet. Qëndrueshëm deri në vdekje për të vdekur një herë dhe për të jetuar përgjithmonë. Muajin e bekat të Ramazanit, përveç shumë ngjarjeve të rëndësishme ka ndodhur dhe betejë e Bedrit, që është betejë e parë dhe më e rëndësishme në historinë e njerëzimit dhe muslimanëve. Ne për çdo vit e përkujtojmë ngjarjen e Bedrit me 16 Ramazan viti 624 viti 2 Hijri. Në atë betejë mori pjesë dhe vetë pejgamberi Muhammed alayhis salam, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ta. Ngjarja është zhvilluar në vendin e quajtur Bedr, jug perëndim të Medinës, në largësi rreth 150 km. Allahu i madhruar në librin e tij emërton këtë betejë si dita e Furkanit, ndarjes mes të kotës dhe të vërtetës. Duke thënë, dhe në atë që i kemi shpallur robit ton ditën e Furkanit, luftën e Bedrit, atë ditë kur u ndeshën dy ushtrit, vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Surja Anfal, ajeti 41. Arsyet që çuan në ndodhinë e kësaj betejë ishin se i dërguari i Allahut alayhis salam përgjonte lajme të Kurajshve dhe u qëndronte në prit. Me para ata e patën lënduar Resulullahun, duke nxjerrë atë dhe shokët e tij prej shtëpive, duke u azaptuar pasurit dhe duke i burgosur e torturuar disa të tjerë. Në këta pak rreshta nuk do të tregojmë histori, por ngjarje për jetim ndodhi, se si shpirti i besimtarit që ka lidh zemrën e tij me Allahun lufton me laps dhe me armë që të triumfojë vërteta të dalin në shesh idhujtaria, pabesia, tradhtia. Edhe sot në ditët e sotme të shekullit 21, ajo e pavërtet gjendet mes nesh që e ka emrin idhujtaria moderne, që fshihet pas kulturës dhe ideve të gënjeshtërta. Andaj lufta jonë dhe betejë e pandalur kundër saj nuk duhet ndalur asnjëherë. Rreth betejës së Bedrit kanë zbritur disa ajete. Njëri prej tyre është fjala e Zotit Madhnushëm që thotë: Zoti të nxorri nga shtëpia për të luftuar për të vërtetën, edhe pse kjo nuk i pëlqeu një grupi prej besimtarëve. Ata polemizojnë me ty për të vërtetën, e cila u ishte bërë qartë, sikur të ishin duke u çuar drejt vdekjes së sigurt. Zoti u premtoi fituaren mbi njërin prej dy grupeve, që ai të ishte juaj. Ju dëshironit që grupi i parmatosur të ishte juaj, ndërsa Zoti dëshironte të përmboshte premtimin e tij dhe t'ua zhdukte rrënjët e mohuesve, për ta bërë të vërtetën ngallënyse dhe për ta zhdukur të pavërtetën, edhe pse keqbërësit e pabesim e urrejnë këtë. Ju kërkua ndihmë nga Zoti juaj dhe ai përgjigj: Unë do t'ju ndihmoj me 1000 melajke engjëj, të cilët do të vinë njëri pas tjetrit. Zoti e bëri këtë fitore si lajm të mirë që zemrat tuaja të qetësohen me ta. Fitoria vjen vetëm nga Allahu, me të vërtetë Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Ai bëri që ju të koteni në gjumë të lehtë, si shenjë sigurinë nga ana e tij dhe lëshoi shi nga qielli për t'ju pastruar nëpërmjet tij, për të larguar nga ju ndytësitë dhe ndytësinë e djallit dhe për t'i forcuar zemrat dhe këmbët tuaja. Kujto, o Muhammed, kur Zoti yt i frymëzoi me lajket, unë jam me ju, pra forcojini ata që besojnë. Unë do të shtij frikë në zemrat e mohuesve. Andaj goditni në qafë dhe në të gjithë gishtërinjt. Ne i dënuam kështu sepse ata dolën kundër Zotit dhe të dërguarit të tij. Kushdo që del kundër Zotit dhe të dërguarit të tij, di se Allahu është ndëshkues i ashpër. Ku është ndëshkimi, provojeni atë. Mohuesit i pret dënimi zjarrit. O besimtar, kur të ndeshni ushtritë e jo besimtarëve në betejë, mos u ktheni shpinën. Cili do që u kthen shpinën atë ditë, përveç atij që tërhiqet me qëllim që të sulmojë përsëri ose për të bashkuar me një grup tjetër, do të shkaktojë zemrimin e krijuesit dhe do të ketë si stre xhehenemin. Sa fundi i keq është ky. Sigurisht nuk ishit ju që i vrat ata, por Zoti i vrau. Kur gjuaje nuk ishe ti që gjuaje, por ishte Zoti ai që gjuante me qëllim që të bënte besimtar një dhuratë të bukur besimtarve. Vërtet Zoti dëgjon dhe di çdo gjë. Kështu ka ndodhur dhe dijeni se Zoti dobëson dërdhitë e mohuesve. Nëse ju besimtarët Mekas kërkuat fitore dhe gjykim prej Allahut, ja tek erdhi fitoria. Por nëse tërhiqeni nga mohimi dhe lufta kundër të dërguarit, kjo do të jetë për ju shumë e dobishme. Nëse ktheheni, edhe ne do të kthehemi në ndihmë të besimtarëve. Forcat tuaja nuk do t'ju bëjnë asnjë dobi, sa do të jenë të shumta në numër, sepse Allahu është me besimtarët. Enfal 5:19. Në një vend tjetër, duke treguar ngjarjet e kësaj betejë, Allahu i lartësuar thotë: Ta dini se çfarë do që të fitoni si plashk lufte, 1/5 i takon Zotit, të dërguarit dhe farafisit e tij, jetimve, të vargëve dhe udhëtarëve kanë ngel në rrugë. Kjo nëse besoni në Allahun dhe në atë që i kemi shpallur robit ton ditën e fitores, pra luftën e Bedrit.
Atë ditë kur u ndeshën dy ushtri, vërtet Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur ju ishit në bregun e afërt të Luginës, e ata ndodheshin në bregun e larg, ndërsa karavani poshtë jush, edhe sikur ti kishit lënë takim njëri tjetrit, nuk do të ishit pajtuar për kohën e ndeshjes, ballafaqimi. Por Allahu e përmbushi atë ngjarje që ishte caktuar me qëllim që kush duhet të vdiste me prova të qarta, dhe kush duhet të mbetej gjallë, të jetonte me prova të qarta. Vërtet Allahu i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kujto kur Allahu të tregoi në ëndër se ata janë pak, sikur të tregonte se ishin shumë, ju do të humbisnit guximin dhe do të grindeshit për atë çështje. Por Allahu u shpëtoi. Ai e di se çfarë keni në zemrat tuaja. Kur përballet me armikun, ai u shfaqi atë në sytë tuaj sikur ishin pak, ndërsa juve u bëri të dukeshin pak në sytë e tyre, për të mbushur atë që ishte caktuar. Tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Surja Anfal 41-44. Ushtria e besimtarëve është mesazh i një ushtrie me disiplinë dhe edukat të lartë, duke respektuar urdhat e komandës dhe urdhat e vetë të dërguarit Muhammed alayhis salam. Muslimanët i përmbajshin udhëzimeve të Muhamedit alayhis salam. Shpatat shëndosin, shigjetat thyeshin, dëgjoi hingëllim me kuajve dhe deveve, xhamimi për të plagosurit dhe të vdekurit në njërin anë, kurse në anën tjetër qëndronin shërirët më të afërm. Musa bin Umer e kishte vëllan Azizin në anën e mushrikëve, i biri e Abu Bekrit gjithashtu ishte në anën e armikut. I erërat të vrollshme vërsuleshin luftarët besimtarët në drejtim të armikut. Ftonin me taktikë e trimëri, sikur të kishin krah, një fuqi e papërmbajtur i shtynte ata. Sulmi i këtyre guzimtarëve luftëtar ishte i papërmbajtur. Thyenin çdo gjë përpara vetes, hapnin rrugën e mposhtnin. Armiqt binin dhe po humbisnin si të humbur në errësirë përpara shpatave të besimtarëve, kurse flamurin e duart e Musab bin Umerit në mesin e atij zjarri valvitej, duke paralajmëruar fituarën e shpejtë të tauhidit. Ebu Xehli, babai i ignorancës, djemtë e tij në deve shpejton nga vendi ku ishte i dërguari i Allahut me të hyrë në luftë. Auf bin Abdurrahman dhe plagos atë. Aty qellon edhe Saad ibn Muadhi, i cili sulet mbi Ebu Xehlin. Mirë po ai e qellon me shpatë aq fort sa që Saadit ja pret njërën dorë. Vëllai shkon në ndihmë Saadit. Saadi me shpatën në dorën e majt vazhdonte luftën. Në një moment shkathësisht i afrohet Ebu Xehlit dhe ja fut shpatën në zemër. Armiku i madhit të dërguarit e Zotit bi i vdekur përdhej. Si furtun u përhap lajmi midis dy ushtrive. Muslimanët vërsuleshin edhe më fort, më fuqishëm, saqë asgjë kësaj botës mund t'i ndalte. Mushrikët i hidhnin armët dhe iknin tër frikë e panik. Thirrjet me zë të lartë, Zoti është më i madhi, ja fusnin frikën në zemra e armiqve. Gjaku ishte ngrirë në damar. Ukash bin Miksan, asabi den luftonte pa ndalim, i luftonte armiqt nga të gjitha anët, duke dëpërtuar rradhët e mushrikëve. Në luftim e sipër i kputet shpata. Ai shkon te Muhamedi alayhis salam i gjakosur me gjakun e mushrikëve dhe të tij dhe ja tregon shpatën e tyre. I dërguari i Zotit i jep shkopin për të luftuar. Ukashi i patrembur vazhdon me atë shkop të luftojë armikun. Edhe me vonë në shumë betejë merrte atë duke mbjell vdekje dhe duke hapur rrugën e fituarës vazhdimisht derisa ra shahid dëshmor një betejë. Në rëmujën e luftës Abdullah bin Mesudi e gjen trupin e Abu Xehlit kur Muhamedi alayhis salam i pa trupin e vdekur të Abu Xehlit me gjak e plur atij dushmanit të madh, i tronditur nga pamja tha: "Falënderuar qoftë Zoti i Madhërisëm. Ky njeri ishte mallkimi i popullit tim." Mushrikët u thyen dhe humbën çdo segment të betejës dhe triumfi erdhi nga imani i lartë dhe bindja ndaj Allahut fuqiplotë. Në fushën e betejës ran 14 shahid, ran për të ngritur të vërtetën e krijuesit në tokë, të cilën ne ta mësojmë e praktikojmë edhe sot. Emrat e dëshmorëve shahidëve janë Ubejd bin El Harith, Umer bin Abi Waqas, Dhul Shimalein bin Abdul Amr, Akil bin Ebu Bukeir, El Bukeir, Mihjas, slavi i liruar i Umerit, Safwan bin Bejda Vehl, Saad bin Haytham, Mubashir bin Abdul Mundir, Yazid bin Harith, Umeir bin El Human, Rafi bin El Mualla, Harith bin Suraka, Auf bin El Harith, Muavidh bin El Harith. Këto fundit janë bijtë El Harith bin Rifai. Shira Allahu qoftë mbi shpirtin e këtyre trimave besimtar. Allahu le t'i shpërbejë me xhenete. Për ta në Kur'anin fisnik është thënë: "Kurse si mos i llogaritni të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Zotit, jo ata janë të gjallë, te Zoti i tyre dhe të furnizuar. E për ata që u mbytën në rrugën e Zotit, mos thoni janë të vdekur, jo ata janë të gjallë, por ju nuk kuptoni gjallërinë e tyre." Surja Bekara 154. Nga betejë e Bedrit marrim shumë mësime. Muslimani duhet të jetë guximtar. Muslimani duhet të jetë i mençur të përdorë strategji, ku të ketë bindje, frikën, shpresën, dashurinë, mbështetjen tek Zoti. Duhet të jetë i durueshëm, përgatitja jo vetëm fizike, por dhe ajo shpirtërore. Bashkëpunimi dhe bashkimi
në një betejë të përbashkët kundër shirkut, respekti i prorit dhe udhëheqësit duke mbajtur vijat e kufit që janë caktuar nga ai, dalja e shirkut me inteligjencë, sakrifica dhe mundi bashkë me kontributin për ngritjen e fjalës së Zotit. Muslimani duhet ta ditë se sot lufta më e madhe duhet të jetë me laps, respektimi dhe bindja e urdhave të Zotit dhe të dërgumit të tij. Kjo betejë ishte betejë e suksesit të pakthyeshëm, e cila bëri epokë. Kjo epokë u ngrit dhe formoi një perandorinë e vërtetë, atë që thret në besimin e pastërt, në dituri, në shkencë, në zhvillim, në njëshmërinë e Zotit në adhurim. Kjo betejë s'duhet harruar, sidomos kur vjen Ramazani, të mbahen ligjërata, seminare, aktivitete të cilat stimulojnë dhe analizojnë këtë betejë. Jeta e besimtarit sot është në një betejë dhe sfidë shumë të madhe në rrethin, ambientin, shoqërinë, si të përhap besimin, si të jetë aktivist i mirë, bamirës, i ditur, predikues i mirë i besimit. Betejë duhet na shpije në fitimin e luftës ndaj armikut i cili na ka shpallur luftë ne, e ai është i hapur dhe ne po e mundim nëse ecim me platformën kuranore dhe mësimet e Muhamedit, siç është pra shejtani mallkuar. Ta mundim edhe idhujtarinë dhe do të ndërtojmë qytetin e besimit monoteist. Besimit në një Zot, Zotin që është një dhe i vetëm i pashok. Kë flakur tutje besimet paganore, politeiste, moderne, duke larguar statujat, siç i largoi pejgamberi ynë Muhammed alayhis salam kur u çlirua Mekka. Allahu e bëft këtë ditë meditim për muslimanët dhe reflektim që ta shohin gjendjen e tyre se ku ata sot janë me atë shoqëri të art. A jemi afër apo larg kësaj shoqërie? Allahu na bëft si ata që ndjekim të vërtetën, punojmë me drejtësi, ndërtojmë breza të shëndosh dhe me vlera dhe japim perspektivë vendit tonë ku jetojmë.